Përshëndetje, unë jam Muhamet Zeka, aktor me profesion. Flok fu. Pse klinikat randevu? Jëm konë edhe në klinika tjera, në sen që nuk më ka pëlqy, ka qenë konsulta e parë. Do më thonë kër ma kanë vizatu vijen këto, ka qenë shumë e shpejt. Diçka që unë nuk jem një rahat, kër ka marrë këtë në randevu, që ka qenë procesi nga dalëshëm e konsultës parë, do më thonë trajtimi shumë i mirë, do më thonë nga dal, tu e vizatu këtë vijen me precizitet më të lartë. Kjo më ka bo tani me besu 100%. Për atë arsye kam vendosur tani me njerë në klinikën të randevu. Sa i përket procesit të operimit, njerëzit në rrugë pyetjen e parë që ma bojnë është a ke pas dhimbje. Qa mi thonë? Veç që të pyetje i thamë mos ma bëni. Unë për veti kom kalu super. Duke pas parasysh procesin që kom kalu, nëse ish dasht prap me hi, prap isha hi. A është që kjo përgjigje? A kom pas dhimbje? Edhe të tretën herë isha hi. Rezultati që shpeshen edhe vetë, naturalitet ekstrem. Unë njerëzve që nuk e din që i kom mbjell flok, po ju kallëzoj, se nuk e kom fare kompleksat punë dhe më pëlqen mu. I kom mbjell flok, për një me i kom mbjell flok, po i kom mbjell. Nuk e din qash natural që jem. Jem shumë i lumtur dhe me thonë, shumë i knasën jem me këtë rezultat. 7 muj që jem, 8 muj, që është të diçka, qef, ka rezultate. Për ata njerëz që i kanë dy mendje, kanë dëshirë shumë të madhe me mbjell flok, po i kanë dy mendje, me mbjell a mos me mbjell që është procesi, çfarë do të ndodhë sene, motoja të randevus është flokun e sotëm, mos e le për nesër. Unë po them mos pritni 2 herë, mos pritni hiç, me një herë hajdeni, edhe i mbjellni flok. Qysh pesheni, unë jam shumë i kënaqur me mbjelljen e flokëve. Klinika të randevu më ka bërë të lumtur, edhe ma ka kthy vetë besimin. Gjithmonë kam pas qef në flok të mëdha, unë i kam bajt flok të mëdha të mia kur i kam pas, edhe du me i shu shumë gata. Tu i falenderu të randevus, tu i falenderu stafit që e ka. Ekstrem një staf të mire e ka, dhe më thonë, mjekësor, gjithë shka, gjithë trajtim që ndodhë. Randevu klinikë është për mu mrekullia e këtij venit.